Ju dëgjova pak më përpara përmendet Zotin. Sa është Zoti prezent në jetën tuaj? Zoti është non-stop në jetën time. Është, më besoni, në ka kënaqësi më të madhe në këtë botë. Unë jam nën, jam bashortë, i kam provuar dhe këto kënaqësitë që të jep jeta, dhe kënaqësia më e madhe është fakti që Zoti më ka bërë besimtare. Prezenca e Zotit është gjithmonë në jetën time. Zakonisht të raste futet moderatori dhe thot diçka, po unë për du t'ju shoh shumë original. Edhe lotet që ju rëshkacin nga sytë. Prezenca e Zotit në çdo moment jetës tatë. Ju jeni besimtare apo jo? Jam besimtare, i përkas fesë islame, dhe ndihem e bekuar për gjithë mirësitë që ka kjo fe, dhe për faktin që Zoti më bëri besimtare të fesë islame. Po, ju sigurisht jeni një gura në karrierë, po? Tani një islami i prapambetur, ti avokate, si shkojnë të dyja bashkë? Në fakt, islami me drejtësinë është dyshja ideale për mua. Këto paragjykime që thuan për islamin, apo edhe fjalë tendencioze që edhe më janë bërë, sepse unë e praktikoj fen time, e praktikoj edhe në çdo moment që ndodhem, në moment që shoh që po më ikën ora e një namazit caktuar në ditë. Falje e kishe fjala. Falje, po. E fal aty ku mundem. Jam falur edhe në përgjykat. Vim të një pyetje e fundit. Zakonisht pyetet a je i kënaqur ti nga bashkëshorti? Unë do të pyes pak mbrapsht. A është i kënaqur bashkëshorti nga ju? Edhe kjo është pyetje drejt për drejt. Nuk kërkon disa dredha avokatie. Unë do të përgjigjem, ashtu siç që fola për disa parime të cilat unë ndjek në familjen time, dhe parimi kryesor dhe kushti kryesor në familjen time është gënjeshtra, që nuk duhet gënjejmë. Nëse ju do pyesni bashkëshortin tim të njëjtën pyetje dhe ai do ju thoshte po jam shumë i kënaqur, do kuptoja dhe do më vinte keq me thënë drejtën, sepse do dukesh qartazi që ai po gënjen. Ka vend për përmirësim. Unë nuk mund të them që edhe zbukurim. Pse duhet më thon patjetër gënjeshtër? Mund të jetë zbukurim. E quaj gënjeshtër sepse njeriu është gjithmonë vjen në përmirësim, gjithmonë. Njeriu është me të meta. Nuk ka njeri që të jetë i përsosur në këtë botë. Për sa kohë nuk kanë njerëz të përsosur, edhe unë kam ankësitë e mia. Kështu që patjetër marrëdhënia në çift do investim, patjetër që do përkushtim, patjetër që po, por nuk mund të themi që jemi plotësisht të kënaqur. Është i kënaqur më aq sa mund edhe unë të jap në familje. Me këtë mendje që jeni sot dhe me këtë lloj formimi profesional, dhe me besimin Zot sigurisht, a do të bënit ndonjëherë kompromis në kurrizë të drejtësisë? Këto ju përgjigjem si besimtare dhe jo si avokate. Asnjëherë. Nuk do guxoja për marrëdhënien që kam unë me krijuesin tim. I friksohem shumë Zotit. Nuk do e bëja kurrë. Për te marrëdhënies, le të themi horizontale, pra me njerëzit, është ajo lidhje që unë kam i krijuesin tim që më pengon, edhe sikur të dua për rrethana apo arsye të tjera, të cilët dhe sikur të dua të bëj një gjë të tillë, e kam shumë frikë Zotin. Nuk do e bëja kurrë. Mirë, Dorina, shpresoj që ky bashkëbisedim të jetë ardh i frytshëm edhe për njerëzit cilët na ndjekin. Uroj dhe shpresoj shumë.
dyqani Smell Time, që ndodhet në rrugën e Durrësit, ka preferuar t'ju bëj një dhuratë, një parfum. Ju falenderoj shumë. E falenderoj Për gjithë ato që nuk e dinë ku është dyqani, ndodhet në rrugën e Durrësit, 50 metra përpara rrugicës së Bogdanëve. Faleminderit. Dashur miqtë e mi, ky ishte podcasti për sot. Familja nga dita e parë dhe ditën e fundit do t'jetë bab, nën dhe fëmijë sigurisht, dhe çdo agent që njerëzit kërkojnë të bëjnë për të prishur këtë harmoni familjare do të bie poshtë. Faleminderit edhe gjithë mirë, takojmë në episodin e radhës.